Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku por I takohemi sot sërish së bashku me mua Tirona Lilin, njëherë për t'ju falenderuar një për një ju të cilët jeni abonent të kanalit tim dhe na dëgjoni lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga showbizi, tashmë për të vazhduar edhe rrugtimin e radhës na ka mbetur vetëm një muaj nga muaji shtator për të ardhur me bombat e mëdha. Jam këtu pranë jush për të ndarë një lajm shumë të bukur, një histori në fakt që ka nisur tashmë të krijoj pikpyetje tek publiku, çfarë po ndodh me Selina, ato prapaskenat e Instagramit të jetës së tyre. Selina së fundmi dhe Gimbo, po më së shumti Selin, në rrjetin e saj social në Instagram, poston foto të ndryshme nga një kamerë, nga ca kamera regjistrimi, ca foto ku në pamje të parë të japin një video xhirim, në pamje të parë të tregojnë që mund të jetë një xhirim filmi, në pamje të dytë mund të tregojnë jo, mos e egzagjerojmë, të largohemi nga xhirimi I filmit, po mund të jetë ndonjë vlog, nuk I di, domethënë ndonjë përditshmëri e Selinës. Siç duket Selina preferon jashtëzakonisht shumë që tek publiku shqiptar të sjellën prapaskenat. Në fakt prapaskenat janë një art më vete, do të thoni pse, sepse në të gjithë botën e jashtme, gjatë çdo realizimi, qoftë ai film, qoftë ai nuk e di, ndonjë pjesë komediane, qoftë ndonjë histori, gjithmonë domethënë dalin prapaskenat se si realizohet ajo video dhe se si ajo video në fakt vjen tek publiku. Dhe Selina, siç duket në kohën e saj të lirë gjithmonë, është duke punuar për rrjete sociale që të sjellën prapaskenat. Të gjitha ato që në fakt kanë keq kuptuar këtë status, sepse kanë menduar që Selina mund të sjellë një projekt, ndonjë film, do të ishte shumë e bukur në fakt që ta sillte, sepse unë mendoj që Selina e gëzon atë kapacitet që të jetë aktore, domethënë ka të gjitha dimensionet e një aktorit profesional, do ta thuaja, sepse Selina ka oratorin, ka mënyrën e aktrimit, ka ndjeshmërinë, ka emocionin, I ka të gjitha, domethënë është artiste shumë dimensionale dhe një artiste shumë dimensionale nuk e ka problem në asnjë mënyrë që të jetë edhe aktore, Dhe kështu që do të ishte shumë e bukur që Selina të luante rolin e aktores, por jo. Selina është duke punuar një prapasken të bukur që do ta sjellën shumë shpejt. Aktualisht, domethënë nuk ka një gjë serioze se ku do të jetë Selina, në cilin pozicion do të pozicionohet televizionin Top Channel, thjesht ajo është duke shijuar të gjitha momentet me Gimbon, po shijon ndonjë ftesë të vogël nëpër intervista, po shijon verën e bukur pranë familjes për të përgatitur me patjetër për shtator, që do të jetë pjesë e rrugtimit të televizionit Top Channel, me patjetër që po. Por në çfarë dimensioni, këtë do ta shohim në ditët në vazhdim.